Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar punimet që po zhvillohen për rekonstruksionin e shkollës Tring Smajli në Grud, njësi administrative rrethina. Ndërhyrja parashikon përmirësimin e ambientit të shkollës dhe krijimin e kushteve të mirë për nxënësit dhe stafin pedagogik. Krahas rekonstruksionit të godinës, pjesë e investimit është ndërtimi i një kënd të ri sportiv. Hapësira e re do të jetë në shërbim jo vetëm të nxënësve, por edhe të komunitetit të zonës, duke krijuar mundësi për zhvillimin e aktiviteteve sportive. Jam këtu me drejtoreshën e shkollës Tring Smajli. Kemi ardhur për një inspektim për një investim të bashkisë lidhe me rekonstruksionin e shkollës dhe disa probleme, edhe me drejtorin e shërbimeve Jozefin. Drejtoresh, si po duken punimet? Punimet janë të vazhdueshme prej disa kohësh, vetëm punohet për këndin sportiv, për tualetet e reja që ishte një mrekulli që u bën. Tualetet kanë qenë komplet pak se sukshme nga shkolla. Po, pak se sukshme, gjithmonë nga jashtë nga jashtë dhe thotë, kështu që kena jo normale, kështu që kjo është tualetet e reja dhe një lidhje komplet, tualetet për kopshtin. Tualetet për kopshtin, për mësuesat, për vajza, për djemë të ndara, çdo gjë bashkëkohore. Po kështu kemi bërë komplet edhe rekonstruksionin e gjitha klasave. Të gjitha klasave, të gjitha, domethënë, stukime, savatime, lyerje, pa dallime të gjitha klasat. Si ka prit komuniteti të investim? Komuniteti ka prit me shumë entuziazëm dhe kjo shifet më tepër tek rrjedhja e fëmijëve, domethënë tek kthimet, sepse ne kemi pas rrjedhje të fëmijëve që ra një numër shumë i vogël i fëmijëve duke u larguar fëmijët nga shkolla, se shkolla ishte në gjendje të mjerueshme. Dhe tani kemi një kthim të vazhdueshëm brenda 2 javëve, vetëm këto 2 javë të fundit 14 fëmijë. Është gati një klasë që janë kthyer nga shkollat e Shkodrës. Nga shkollat private, nga shkollat e Shkodrës janë kthyer. E po të llogarisish komplet si janë kthyer prej që kur kanë filluar punimet e deri tani, mund shkojnë te 30 sa nxënës që janë kthyer në shkollë. Vetëm si efekti i rekonstruksionit të shkollës. Akoma se dje ka filluar regjistrimi për me 24, 25 sot. Ka filluar regjistrimi i nxënësve që domethënë kaq shpejt i kemi pa. Po vijojnë të kthehen nxënësit. Këtu kemi tash gjithë, po themi, këndi sportiv, po fakt është gjithë një kompleks sportiv që është shumë e nevojshme për Grudën, ka qenë shumë e nevojshme, për arsye se Gruda, si shumë fshatra të tjerë, nuk ka si ka një kënd argësimi fëmijët ose se ka një shkolla është për ata. Atëherë këtu sot është me kënd sportiv, është me... Do të gjithë zona e Grudës praktikisht ka këtë qendër. Kjo është një shkollë komunitare. Një shkollës komunitare edhe për nxënësit, për kopshtin, pjesa e kopshtit gjithashtu ka qenë shumë e nevojshme dhe është ndërhyrje gjithkohë. Ndërsa pjesa kryesore, po them, investimi kryesor përveç gjithë rregullimit të shkollës është palestra dhe këndi sportiv. Punimet në shkollën Tring Smajli janë pjesë e investimeve që po realizohen për përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe sportive në territorin e Bashkisë Shkodër.